Të gjitha këto simptoma janë momentale, do me thonë nuk janë që i kanë ndjek një kohë gjatë, nuk është diçka që i përcjell gjatë, apo? Shpeshherë përdorim konceptin e sulmit të sklerozës multiple ose relaps. Ata të cilët sidomos vujnë nga skleroza multiple e mësojnë këtë term relaps, që është diçka nga anglishtja që me dojmë mos trashëgohet. Domethënë edhe shpeshherë ne kur pastaj i kemi në përcjellje pacientët tanë dhe pyesim a ke pas ndonjë sulm gjatë 6 muajve të kaluam, a ke përjetuar ndonjë sulm. Pra, kur themi sulm, i cili është një term shumë i njohur në mjekësi tash kur flasim, po flasim për simptoma të cilët një person nuk i ka pas gjatë jetës dhe për një moment brenda një dite, 2-3 dite fillon të ketë simptoma. Dhe kjo paraqet një sulm të sklerozës multiple. Pra sulmi është diçka që fillon, zhvillohet, paraqitet në neurologji, trajtohet dhe gradualisht largohet. Pra një person mund ta ketë një sulm që mund të zgjasë 1 javë, 2 javë, 3 javë dhe pastaj plotësisht ky sulm të tërhiqet nga qarkullimi, nga prezenca. Dhe të mos ketë pastaj për një kohë të pacaktuar asnjë simptom tjetër. Në ndërkohë që ajo zhvillohet. Në ndërkohë që ai mund ta ketë smundjen. Pra mund të diagnostikohet me smundjen, por nuk do të thotë që një pacient i diagnostikuar me sklerozë multiple ka vazhdimisht simptoma. Po e qartë. Domethënë i ka me pauza, por që mund të rikthehen pas një sulme përmirësime, sulme përmirësime. Në të vërtetë, dy janë ecuri kryesore të sklerozës multiple. Kjo është forma e cila shkon me sulme dhe përmirësime ose relapsing remitting. Diku rreth 80% të pacientëve janë në fillim me këtë formë të smundjes dhe kemi edhe formën e dytë e cila është formë progresive. Do thotë këtu kemi të bëjmë me pacientë të cilët në të vërtetë nuk kanë sulme manifeste asnjëherë, por simptomat e tyre zhvillohen aq dinakrisht, aq gradualisht, aq në radar, saqë dikur i bën ndoshta mas një kohe shumë të gjatë të paraqiten te neurologu, por ti kur e merr një histori të ecurisë së smundjeve të tij ose të saj, atëherë fiton një përshtypje që 2 vite ka filluar një problem në vështirësinë në ecje për shembull, që ndërkohë mund të ketë vizitu ortopedi, mund të ketë vizitu neurokirurgu, mund të vizitu fizioterapeuti, mund të jetë gjendë ndonjë arsye tjetër si diskopati lumbale, cervikale e të ndryshme, dhe që pastaj vjen deri tek diagnostikimi. Dhe kjo paraqet formën progresive, e cila fatkeqësisht është një formë me një prognozë më të keqe se sa forma me sulme dhe derivon nuk ka pas edhe terapi të shumë të mirë për parandalimin e keqësimit të matem të kësaj smundje.